kom qenë i vujtën drejtën me thonë se meta pa punë, atëherë ishin rrogat ashtu të vogla, mirë po kom punue, në fillim kom punue në një ambulant humanisti në Vranjevc, një 3 muaj, mas 3 muajve dhe ata e lëshova se nuk mund isha më dhënë, nuk më lyp pacientëve para. Dhe ai zoti ambulancës, edhe pse ishte nemin tim, sa unë nuk muj me të maj kështu që e lëshova unë edhe një kolegë tjetër, e lëshuam punën dhe me pas të një kom punu fizikisht, kom punu me bajt material, bloka, në për puse, bonare, këtu. Kom hjek shumë, një kohë një kom shku me bajt edhe benzin prej Macedonisë, po atëherë kerën e keq dhe shpesher ma shumë hupsha se sa fitesha deri 94-ën. 94-ën më kanë thirrë do kolegë me ardhë me punu në shtëpinë e Shëndetit, cila ka qenë paralele mes qeverisë të Kosovës, dhe aty më shku drejtor deri në 96-ën, kom qenë drejtor asaj shtëpije ku kemi pas një 60 punëtor shëndetësor, i kemi pas të gjitha shkollat fillore në Prishtinë me mjek dhe me stomatolog. Kështu që kemi punu një punë të mirë, drejtën me thonë për nxansat, një kontroll ditore edhe për stomatolog, edhe për gjendjen shëndetësore të tyre. Në 96-ën, në 8 orë, më ka ardhur vendimi më kthye në punë, në kirurgji. Aty vetëm prun vendimin me ekzekutiv, për ndryshin nuk dëshin edhe me dhanë parët një 28.000 marka. Faleminderit, i mora atë, i kryta do borës që kur pata ndërtuar shpinë dhe meta bosh për miqve, një 13.000, pastaj i kom shtruar dyshemete këtu se në beton i kom pas, me kartone i kom pas, s'kom pas drejtë me thonë kur gjë. Kështu që nreqa pak shpinë, kuzhinën, banjon e të tjerat, dhe deri natën para bombardimeve, ku prap na hoqën edhe prej aty dhe ku vazhduan në Macedoni dhe prej atje në kufinin Kosovë, Shqipërinë, Helçan, prej aty të marrë drejt për drejtin në kirurgji.